Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 8, data 8 korrik të 2025-ës. Duke se kemi një ditë të rëndësishme veçantë në ndikimet planetare. Po të vini re atë videon e vogël që unë e vënë në fillim që të shikoni për ditën që vjen, ka i diçka shumë të madhe, sepse lidhet shumë me anën ekonomike, lidhet shumë me ndryshime të mëdha, lidhet shumë me mundësi që jepet. Pra, të kuptoni thjesht pastër në ato që ka themi. Planetët janë ata që ndikojnë tek shenjat, jo shenja si shenjë, që t'jemi korrekt në gjërat tona. Duke pasur parasysh një gjashtkëndësh që bën Marsi me Neptunin, ku na jep mundësi në këtë ditë që neve të rishikojmë diçka në punë, në kontrata, diçka që nuk na shkon për shtatë veç kush e ka fajin. E kemi neve që nuk ambientohemi, të tjerët na japin më tepër në lidhje me punën dhe ne nuk jemi në gjendje të përgjigjemi kërkesave. Pra, kjo është një disbalans që vërtet neve kemi të domosdoshme paran, sepse na duhet, por nga ana tjetër duhet të shkojmë llogaritë bëj mirë. Sepse punëdhënësi ka të t'japi punë. Punë Marsi ka të drejtë të bëj punën. Ne duhet shikojmë si e bëjmë punën. Dhe këtu duhet të gjetur një mënyrë bisedimesh. Për bisedime, për sa i përket kësaj dite, është shumë mirë në lidhje me bisedimet që mund t'i bëjmë mbas dite, se mbas dite është më mirë për sa i përket gjërave dhe çështjeve që lidhet direkt me këto gjëra. Por para se të fillojmë me parashikimin e 12 shenjave zotja Kale, unë ju rikujtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues të nderuar kudo ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe jeni në kërkim të parashikimit të detyruar. Atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja roz shkon atje dhe atje pastaj shikoni dhe duke zgjedhur paketën tuaj dhe pastaj shkoni tek sekretaria dhe aty pastaj duke klikuar në sekretaria jeni gati për të dërguar mesazhin dhe flasim bashkë pastaj nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype. Për ju që doni që në kohën që ne jemi live dhe doni që çdo gjë në atë kohë jeni gati të dërgoni mesazh. E dërgoni mesazh, jeni gati të marrë përgjigjen. Pra, e merrni përgjigjen live. Ne pa humbur kohë. Fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë që është shenja e dashit. Për sa përket shenjës së dashit, meqenëse dashi tani në këtë periudhë është pak në dilemë për punën, për disa vendime që mund të marrë, por janë vendime të mira nga njëra anë, sepse pozicionimi planetar u jep shumë mundësi dhe kohë në ndryshime dhe vendime që merren. Është një moment mjaft i mirë. Juve vërtet nga njëra anë e shikoni gjërat ndryshe, por keni momentin e duhur në anën tuaj. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në gjërat e juaja, në kohën tuaj, në momentin tuaj më të mirë të mundshëm. Në çështjet shpirtërore, lidhjet afatgjatë, kujdes çfarë themi, që do të thotë me ujor, do të thotë me virgjëreshe shidalja, edhe pse jeni pak që kuptoni diçka në këtë aspekt që do të thotë me akrep të vitit që parë. Kjo është çështja dhe mundësia që jepet në anën tuaj. Por mos u shqetësoni fare sepse kjo periudhë është periudha më mirë e mundshme mbi ndryshimet dhe vendimet që merren. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e demit. Për sa përket shenjës së demit, meqense demi ka shumë gjëra për të rregulluar në punë, për ndryshime, për vendime, për periudhën që ndodhin fenomenet, një moment mjaft i mirë tani se keni disa mundësi, po nuk po gjini atë të drejtën tuaj se momentin që vë keni, por është një kohë shumë e përshtatshme dhe vazhdimësia që bëhet që ka të bëjë diçka të madhe tani në punën tuaj. Përgatituni sepse keni lajme të mira dhe kohën më të përshtatshme për sa i përket zgjidhjes së problematikave të ndryshme në lidhje me punën tuaj, në lidhje me karrierën tuaj dhe në lidhje me një takim të rëndësishëm. Pikërisht kjo ditë e martë të datës 8
thot që ka mundësi në një udhëtim shumë i rëndësishëm. Sa është i rëndësishëm për mua është tepër, sepse zgjidhni problemin tuaj dhe momentin që ju e keni është në anën tuaj dhe kjo do thotë që është korrektësia ajo që ju bën. Dhe bini pas në këtë drejtim. Edhe keni pasur një problem puna juaj me një person, në çështje personeli. Por kjo nuk është faji juaj për gjëra që ndodhin, në fakt sepse tani duan të tjerët juve dini shumë mirë se ku do të shkoni, çfarë do të bëni gjëna. Të tjerët mund të thonë çfarë duan, por kjo varet nga juve dhe çështjet që kanë bënë. Lidhje me punën, lidhje me ekonominë, stabilizimin, varet dhe nga ndryshimet që do të kenë tani tutje, ndryshime ekonomike financiare, por me sa duket juve keni mundësinë miqtemi, sepse kjo periudhë është periudha më fatlume, më thuhet, ose më idealja në komunikime, në ndryshime, në takime, në vendime të rëndësishme, e keni gjitha në dorë ju. Dhe kjo bën që ju të jeni mjaft korrekt. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me akrep dhe me virgjëresh duken të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë binjakët. Për sa përket binjakëve, binjakët jo se kanë probleme ose kanë diçka që nuk shkon. Nuk janë fajtor binjakët se nuk eci puna. Fajtor janë ata që e krijuan atë drejtim. Ata që krijuan vendin e punës, por nuk ishte një punë që duhet të ishte bërë në këtë formë. Mundësia është ajo që ju jep juve për arsye të karrierës, për arsye të punës, për arsye të ndryshimeve të mëdha. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me akrep dhe me ujor duken të mbara, pak vëmendje duhet të bëni me luante dhe diçit të dytë, sepse një problem i vogël që ka ndodhur para disa kohë mund të ripërsëritet, por po ta mbyllim si çështje, mos keni probleme natyrës, gjëra se natyre, por vjen momenti më i mirëmueshëm për zgjidhur çdo gjë që doni. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë gaforja. Për sa përket gaforeve? Për gaforet të duket se është një moment i mirë në lidhje me takime pune, në lidhje me vazhdimsinë e punës suaj, sepse jeni korrekt me punën, jeni korrekt me atë çka bëni, dhe kjo ju bën të ndihni shumë mirë me ekonominë, me stabilizimin e financave të biznesit dhe jo vetëm. Në çështjet që kanë bën gjithashtu me një çështje karriere, sepse për karrierën ju e keni mundësinë tani dhe do shikoni dhe vetë gjërat të vinë gradualisht në anën tuaj, në punën tuaj, është një mundësi shumë e mirë tani dhe gjërat do jenë shumë pozitive për arsye të karrierës suaj dhe të punës. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bën me Dem dhe me Akrep duken të mbara. Nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në këtë drejtim. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë luani. Për luanët. Luanët mund të flasin për gjithë ditën, sepse luanët kanë gjetur mundësinë, kanë gjetur kohën e artë në anën e punës, në anën e biznesit. Juve studioni për të ecur përpara. Luani asnjëherë nuk do të dëgjoni të përtasi. Ka emrin, por ka bazamentin të fortë. Dhe di ku ve këmbën. Dhe di që kur e ve këmbën aty, dhe aty është e sigurt. Pra ne ka sigurinë. Ju e keq kuptoni disi, ju e keni kaluar ose dëgjoj shumë nganjëherë në lidhje me luanët ose lidhje që bëhen, por varet nga planetet ku janë. Në kohën që jeni lidhur, nëse jeni lidhur për shembull në një kohë që nuk ka qenë e përshtatshme, presupozojmë hënën e të mbushur me një kënd të vështirë që bën për shembull me planetin e dashurisë dhe lidhjeve serioze që është me afërditën, atëherë kjo varet pastaj. Pra ne themi nganjëherë që kur vjen ora që rregullohen. Aty nuk bëjmë gjëra të tilla. As shkëmbim munazash. Bëjmë një kohë të caktuar që na pëlqen dhe neve që kemi mundësinë dhe është koha jonë, është momenti jonë, ose zana atë punë që duhet marrim, punë që duhet bëjmë. Kjo është kënaqësia ime në radhë për gjithë njerëzit që na ndjekin dhe pyesin në privat se si qysh ku. Por kjo është pra. Pra ne duhet të jemi të kujdesshëm. Nuk ka çështje magjike, nuk ka çështje që ndodhin gjëra thallëra apo ku diun. Ka kohën që përcaktimi kësaj kohe është në dorë, keni në dorë ju, nuk është çështje magjike. Në lidhje me çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me peshore dhe me Dem është e marrë. Vijojmë tek shenja e radhës, që shkojmë tek virgjëresha.
Për virgjëresha duket se tani vërtet është mundësia, është një moment mjaft i mirë, sepse virgjëreshat kanë gjithashtu kanë shumë çështje të lëna pezull, gjëra që do t'i rregullojnë tani këtu, që kanë mundësinë e tyre ata sepse dinë shumë mirë se çfarë duan të bëjnë dhe ku duhet të shkojnë. Është një moment shumë i artë në lidhje me takimet e punës, në lidhje me disa vendime shumë të rëndësishme, të rëndësisë veçantë në punë, rëndësisë veçantë në karrierë, edhe shumë gjëra të tjera që do të diktojnë dhe do të ndikojnë tani e tutje. Ku është pikërisht ky moment, është momenti më i mirë i mundshëm i që ndonjëherë në këtë drejtim, në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me binjak dhe me ujor duken të mbara pak vëmendje me dash. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë peshorja. Për sa i përket shenjës së peshoreve, peshorët duket se kanë të bëjnë me mundësinë dhe çështje të rëndësishme në anën tuaj, por është një moment që dikton, korrigjon, vepron me vendosmëri, me korrektësi, është moment shumë i mirë. Në lidhje me çështjet e punës, lidhet me karrierën, lidhet me disa ndryshime madhore, ekonomike, financiare, disa ndryshime që do të keni në anën tuaj, një moment që është mjaft pozitiv, një moment që ka të bëjnë me takime, me zhvillimet e reja, dhe është kohë mjaft e mirë. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dëm dhe me akrep duket të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë akrepi. Akrepi futet tek shenjat zonjare, sepse janë shumë të dashur, të dashura, kanë atë ritmin e jetës, kanë ritmin e vazhdimësisë, janë korrekt me punën dhe me ndryshimet, kanë një mundësi shumë të mirë sepse kjo periudhë është periudhë e tyre dhe avancon në atë që do bëj, avancon atë që është një moment shumë i mirë në lidhje me punën, lidhje me karrierën, lidhje me ndryshimet, lidhje me vendime të rëndësishme që marrin tani tutje, dhe kjo është periudha më e artë që ka të bëjë. Kjo është periudha më e mirë që është në fushën e karrierës së biznesit. Por gjithsesi është një periudhë mjaft e mirë ekonomike. Prandaj akrep të dashur bini pas sepse kjo ditë është ditë shumë pozitive, edhe pse nga njëra mund të kemi probleme nga më ndryshe pak si ka. Nuk është problemi që prishet një diçka dhe ndreshet një diçka tjetër, jo. Është ajo çka keni juve, ajo çka keni ndërmend e bëni dhe e realizoni. Dashuria duket se me luan dhe me peshk të dhjetit të tretë është perfekte. Po me peshk të dhjetit të tretë. Dhe shikoni të më kujtoni. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shigjetari. Shigjetarët duket se këtë periudhë kanë një periudhë që mundohen shumë, bëjnë të pamundurën për të realizuar një çështje ekonomike financiare, zhvillimet e reja që ata kanë tani e tutje, momentet janë disa momente vërtet është për të lavdruar në fakt, sepse kanë një mirë arsye për të gëzuar, një mirë arsye për të rregulluar stabilizimin ekonomiko-financiar, për punën e tyre, për karrierën dhe momentin e duhur. Mund të flisni, mund të bisedoni, mund të ndryshoni dhe të rregulloni. Janë shumë gjëra që keni tani tutje. Bini pas me kujdes dhe me çështje të rëndësishme që keni tani tutje, mos i lini që të anashkalohen ose gjëra që të keq kuptohen, sepse kjo periudhë është periudhë mjaft e mirë për stabilizimin dhe korrektësinë, por ka të bëjnë shumë dhe me punën aktuale dhe me ndryshimet të mëdha që do keni tani tutje. Është një periudhë shumë e mirë stabilizimi në çështje ekonomike financiare, në lidhje me biznesin, në lidhje me karrierën, në lidhje me ndryshimet e tjera që do të keni tani tutje, e kështu me radhë vijnë gjërat gradualisht duke i rregulluar dhe stabilizuar. Në momentin që keni çështjet ekonomike financiare dhe mundësitë e reja të arta që do të keni tani tutje, është momenti më i mirë i mundshëm për ta stabilizuar dhe për të arritur atë që dëshironi. Në fushën e dashurisë, edhe pse ndjeni pak të pakënaqur në këtë aspekt, por kjo nuk është për fajin e partneres apo të partnerit, por është për fajin të kohës suaj të lënë pasdore. Prandaj tu vetëm këtë shikoni juve pak, po pat këtë, atëherë jeni në rregull për sa i përket gjërave që doni të bëni dhe mundësitë që do t'ju jepen. Prandaj ka gjëra që do t'i rregulloni, të stabilizoni ashtu siç dëshironi. Lidhjet virgjëresh, dash është ideale. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë britsjapi. Për sa i përket britsjapëve, britsjapët duket se tani në këtë periudhë ka një mundësi mjaft të mirë, një mundësi të punës suaj, të karrierës suaj, dhe kjo është një moment mjaft i mirë sepse
edhe për periudhën dhe për kohën që keni është momenti më i artë dhe më pozitivi, por gjithsesi nuk është një periudhë problematike, por është një periudhë mjaft e mirë që do t'i sillni gjërat siç dëshironi juve. Në çështje shpirtërore, lidhjet afatgjat që kanë të bëjnë miqtemi të shenjës së Briçapit, ka të bëjnë me gafore, ka të bëjnë me gafore të dhjetëdhjetit të dytë, por dhe me akrep të dhjetëdhjetit të parë, por është diçka mes ndryshimeve dhe mirëkuptimeve të shenjave ku japin mundësinë për martesë. Shkojmë tek shenja e radhës, që është ujori. Për ujorët të duket se tani në këtë periudhë kanë një rrugtim të artë në anën e tyre. Është një mundësi shumë e mirë sepse e zgjidhin një problem që kanë pasur para disa kohëve, zgjidhin një problem shumë të madh financiar ekonomik, një moment mjaft i mirë në kohën e dur, në momentin e dur, në periudhat të dukura që do të keni dhe një këndvështrim planetar që mund të keni tani tutje, është një moment shumë pozitiv, një moment mjaft i mirë për arsye të punës, për arsye të karrierës suaj. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bënë me dëm të dhjetëdhjetit të parë, me ujor të dhjetëdhjetit të tretë që është perfekta, por gjithashtu dhe me shigjetar të dhjetëdhjetit të dytë. Vijojmë tek shenja e radhës, që është shenja e peshqit. Për peshqit duket se çdo punë, fushë e karrierës, fushën e biznesit, fushën e ndryshimeve të mëdha që keni, momentet që ju jepen, janë të gjitha gjërat që mbidhen në një. Është një periudhë që ka të bëjë shumë me biznesin dhe karrierën, është moment mjaft i mirë. Dhe kjo është një periudhë që çdo gjë shkon bashkë do gjë arrihet. Sepse funksionimi i punës suaj, funksionimi i karrierës, i ndryshimit të madh që keni, është momenti më i artë dhe më i mirë i mundshëm. Në çështjet shpirtërore, lidhjet afatgjatë që kanë të bëjnë shumë me dëm të dhjetëdhjetit të parë, me akrep të dhjetëdhjetit të tretë, që është idealja, por gjithsesi dhe me virgjëresht të dhjetëdhjetit të dytë, sepse peshqit kanë një mundësi të tillë dhe mund t'i rregullojnë, stabilizojnë atë që ata dëshirojnë. Këto ishin pak a shumë miqtemi për sa përket parashikimeve të datës 8 korrik të 2025-s. Para se të ndajmë bashkë, unë ju kujtoj edhe një herë, për ju që interesoni për parashikim të detajuar, atëherë kemi këtë butonin këtu, faqen roz shkon atje. Atje ndodhet sekretaria, duke e klikuar dhe ju hapet pikërisht kjo dritare. Lart po ta shikoni aty, fotoja e vogël që shikoni përballë jush, e klikoni dhe në kohën që klikoni atë foton, mos shkoni nëpër kërkoni atje, po tek fotoja dhe u hapet pikërisht kjo dritare që shikoni aty. E klikoni, zgjeni pastaj paketën që ju intereson, duke zgjedhur paketën tuaj dhe numrin përkatës të blerjes, dhe më pas flasim bashkë në Viber, WhatsApp apo Skype. Për ju që doni që çdo video që s'do të ngarkon në YouTube, e dëshironi të dëgjoni të parë, të shkojnë të parë, atëherë, duke na bërë subscribe duke butonin shkoni këtu, tek të gjitha, dhe jeni gati pastaj për të folur bashkë, apo të dërgoni mesazhin edhe me një like përgjigje. Nga Mirbolla, jesmira.